Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim një 19 vjeçar banues në Sarandë pasi në rrugën Studenti dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe ka kanosur një punonjës të policisë bashkiake për shkak të detyrës. Po punohet për kapjen e shtadasit 19 vjeçar dhe për dokumentimin e rrethanave të rastit. Specialistët e stacionit të policisë Selanicë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin ML 57 vjeç banues në Vlorë pasi dyshohet se datë 16/2/2026 në fshatin Drashovic ka kanosur një tjetër shtetas 56 vjeçar banues në Tiranë, i cili administron një gurore në këtë fshat. I ka thyer me gur xhamat e Fadromos dhe ka dëmtuar portën kryesore me pretendimin se toka ku ushtron aktiviteti guroria është në pronësi të tij. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin XA 23 vjeç banues në Vlorë pasi u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Materialet proceduriale ju referuan prokurorive përkatëse në Vlorë dhe Sarandë për veprime të mëtejshme hetimore.